Si I thonë asa shprehjes, në Shqipëri po të kërkoj kush lek, po të mashtron. Shihni pak se ç'a ndodhi tani. Po dilja nga një salla kulturore e kishës ortodokse aty në qendër. Edhe vje I gocë. Ishte me nxitim, me telefonin ndez, duke fol me njeriun e vet. Dhe thot çuni lutem, kam një hall, mund ndihmosh? Ç'a halli ki, thash? Lutem tha, më ndihmo me 5000 lekë se du të marrë taksi t'iki me urgjencë. Qa thutimi I thash në 5000 lekë shumë? Aman të lutem tha, kështu e kam hallin. E pash I herë mendova, mos është një nga këto me që e ka si profesion këtë muhabet. Thash, hajde më, po t'jap I herë. Shofti këtu një kisha gjitha 10.000 lekësha. Thash, në gjohë do vish të kioskat, të këto që shesin çokolada, biskota. A I ta thym aty, I thashun. E filloj duke arë, qa ka I thashun, qa halli ke? Ka malë shumë ma, tha se kam dikën me diabet dhe duhet shkoj në spital, unë e kam shtëpi në Babru. Më thënë drejta më erdhi keq. Nuk e di nëse duhet ta bëj këtë video apo jo. Nuk e di se qa kam bërë, a kam bërë mirë, a kam bërë keq, po qofse ma ka hedhë, bravo I qofse më duk shumë e besueshme. Qofse jo, trujt Zoti dhe Allah I ke.